Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Në studio kemi bashkë me Visarin njënin prej kokave më kthjellta që unë njoh. E shpesh herë njihna kogja inferior në raport edhe përballë tij, siç njihen sot opozita përballë Albin Kurtit, ama kontekstet janë të ndryshme. Ai e ka dijen, e ka përvojën, e ka kujtesën historike. E kemi ftuar në studio, kemi pranuar me kënaqësi për të diskutuar për çdo ditë se çka po ndodh në Kosovë, veçanërisht për zgjedhjet e 7 qershorit. Me neve është Dugaxhin Gorani. Duk mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Visar, mirëmbrëma. A dalin 100 euro të Kurtit që vendosi me i ndatë e premten? Qyre, kjo që aty ndodhë është diçka që tonë e kem ditë që ka me ndodhë. Edhe në fund ndodhi. Edhe mendoj që kjo fakti që na po jetojmë në një situatë kur gjërat e paralajmërume ndodhin, po ta prodhon një farë përshtypje depresionit. Natyrisht 100 euro si dalin kërkuj për kur gjo. Mirë po ato nuk janë të dizajnume për mi përmbush kërkesat. Ato janë të parapame për me e prodhun një entuziazm elektoral. Për mu është e pa kuptimt, për shembull, nëse qeverisja e sotme edhe partia që është në pushtet, gjithmonë pohon që populli është me të për shkak që populli ka afeksion ndaj politikave të vetëvendosjes. Me qenë se nëse është ashtu, që ki nevoj mi jep 100 euro. Që ki nevoj mi shpërnda 100 euro 2 javë para zgjedhjeve nëse populli edhe ashtu qenë ka shumë i investum mas tej. Dhe qysh si me dasht, Zoti Kurti edhe qeveria me na thonë qysh dashnia o dashni, po vota o me pare. Edhe që ky fakt që gjithçysh duhet pa tjetër me investu financiarisht në mirëmbajtjen e entuziazmit elektoral është, spaku une e konsideroj që është një lloj i veprës penale. Mirë po shumë ma shumë në atë rafshin etik se sa në rafshin ligjor. Që ka bo qeveria është e arsyetueshme juridikisht edhe politikisht. Mirë po është tepër e dëmshme etikisht edhe moralisht. Nuk shpërndahet paraja një javë para zgjedhjeve, me qenë se ajo ndikon në mënyrën ndikon në sjelljen votuese, sjellja votuese ndikon në rezultat, e rezultati nëse nuk e reflekton realitetin në vete shndrohet në problem shumë të madh. Po, kujt po i drejtohet Zoti Kurti? Edhe me këto 100 euro. Ne elektorati për cilin ka shkruaj vet, cilin e konsideron kështu analfabet, dhe që duhet mirëmbajtje e këtij analfabetizmi, dembelizmi, varfënie, tu i dhon ka 100 euro, 200 euro, qysh ti teket. Dhe në fund, krejt këto vendime, që është të rëndësishme, kanë donë këto 2 vjet e fundit. Ky abuzim me paron publike, këto 2 vjet e fundit, kur Kosova ishte në zgjedhje, prej zgjedhje në zgjedhje, dhe në zgjedhje dhe bën vaki prap në zgjedhje. Ati po jap rezultat. Qyre, gjithçka që mundesh me bo, sidomos kur jem pushtet, nuk do me thonë që duhesh mi bo. Edhe na sot jemi arë në situatë, mi thonë,
edhe zotit Kurti, edhe qeverisë ti, edhe partisë në pushtet, që është e vërtet që ju mundeni me shpërndo paran e cila s'është e juja. Mirë po ajo s'do me thonë që ju duheni mi bëhat punë. E kujt me thonë? E vërteto që aktualisht nuk kemi kujt mi thonë. Mirë po Po edhe kush me thonë? Mirë po asnjë pushtet nuk zgjat përjetësisht. Këto që ty e bë ky pushtet, do të përdoret si model i funksionimit për pushtetet që do të vinë. Për fat keq, partia Vetëvendosje edhe zoti Kurti janë duke prodhu një matricë të veprimit ekzekutiv, matricë e cila do të përdoret edhe nesër. Na jemi ty e ndërtu një rutinë të shpërdorimit të nevojave të njerëzve, të shpërdorimit të dëshirës së njerëzve me jetu pak më mirë. Na jemi ty e përdor gjendjen e rondë të shoqënisë për me përfitu elektoralisht. Nuk është ajo punë që se ka bërë kërkush para kësaj qeverie, edhe s'është ajo punë që se bën kërkush në botë. Mirë po është e dëmshme, është e rënën integritetin e shoqënisë, edhe e prodhon një precedent. Si cilat qeveri që do të vjenë ma zotit Kurti, në momentet të ronda të saj, kam i përdor të njëjta taktika sikur që i ka përdor Vetëvendosja dhe zoti Kurti. E ajo është me ble elektorat në momentet e tij më të vështira. Kjo nuk ka me na lënë neve me çu kry as me ndërtu një shoqëni e cila ka integritet politik edhe moral të vetit. Po, tash, këto që për thot Dugi, në cilin pajtona, është dhe me thonë këtë dimenzioni i kesndikimit të që kështu të vendimeve qeveritare, që ka dimenzion elektoral, që është të dëmshme, ka dimenzionin politik, pashtu që është të dëmshme nëse shëndrohet dhe ka mundësi më shëndru në presedan, e ka dimenzionin ekonomik, që është të dëmshme pashtu dhe negativ. Sepse prodhon është një injekcion financiar në një moment të inflacionit në rritje po ashtu, dhe tash kjo që ka mund me bu është me ndiku inflacionin negativisht, me rrit prap, se na përshojmë kur po rritën çmimet për shkak të inflacionit, edhe kur po ka një stabilizim të inflacionit çmimet nuk po bijnë, po stabilizohen. Domethënë se ke pas rritje 7.5% të çmimeve në muajin prill, hajde që ta zëm që muaji maj mund të jetë pak më pak. Këto pare mund me nxit një rritje pak më të madhe dhe pastaj mund të normalizohen me inflacionin me rand 2%, po na kemi me të gjitha çmime, ndërkohë që pagat nuk po rritën. Dhe kjo jeta aty po të mbetet më e vështirë. Tash këto vendime politike nuk kanë për qëllim me luftu inflacionin, përkundrazi janë politika që në ekonomi njihen si politika që e ndikojnë inflacionin. Po, se kur ka inflacion, me shpjegu pak më thjesht është që zakonisht qeverit këshyrin me e paku sasinë e pareve në treg, jo me shtu. për me mund me mbajtë. Ka stagnim ekonomik, shtohen paret që me u nxit cikli. Kjo është politikë. Kjo është e kundërt. Kjo nuk është politikë anti-inflacionare, kjo është politikë që e ushqen inflacionin. Se për shembull e ki një përbindsh, të cili po nuk ushqen vajdes, ky po ushqen, të ushqyt e man gjallë. Kjo është e para ndikim. E dyta është problemi që këtu po krijohet tash një pritje nga institucionet publike të cilën mendoj qytetarët e Kosovës nuk do të me pas. Na do të më mësu që gjërat përfitohen me punë. Po, shteti do të me qenë aty për më të ndihmu në momente të caktuara, kur ke mbeti pa punë, kur e ki jetën të vështirësuar në familje, për çfarë do arsye qofshin ato, po jo më të majtë me pare. E kjo mundet më u kriju si kulturë e re, e pritjeve. Por nuk është politikë progresive dhe e majtë, qysh për e quajnë ta. Se politika e majtë kujdeset që me imbulu ato zbrasirat që i lënë tregu. Duke qenë i majtë, Vesari jo për kritikoni këta. Po natyrisht se është e majtë, nuk është politikë e majtë. E treta, kjo nuk është politikë e cila po shndrohet në ligj, pra në të drejtë për qytetarin. Ku ti e dim për shembull, çto janë të drejtat e mia, edhe unë ta zëm si student, i kam ka 100 euro për qeverisë sa të kryj fakultet. Apo jo? Se komën ata. Edhe s'muj me parashiku financat. Kjo është vendimi drejt për drejt i kryeministit Kurti, që më shumë synon me ngjall emocion se sa drejtësi. Lidhja emocionale, për shembull në evrejt e fëmijët, që i marrin, aty që shqyqojnë të paret e Albin Kurtit. A kupton? Që kjo nuk është e paqëllimshme, unë mendoj që këto e ka bërë me qëllim. Që mu lidh emri i tij, po me paret që janë realisht paret tona të buxhetit, që i paguajnë na citatime. Tash,
si pyetje që kisha dashur me shtru, është që vendimet institucionale e krijojnë një kulturë të re, edhe politike, po kulturë në përgjithësi. Dhe mu po mduket, po sigurisht të këtu e shumë më e thirrur, që këto vendime institucionale, pak çka e kanë qëllim ajo, në papërgjithësinë e tyre, pe krijojnë një kulturë të re me të cilën kena mu ballafaqu në ky pushtet. Kultura e varësisë, kultura e parazitizmit, ose ajo që dikur i theshin etatizëm, kur ti shtetin edhe koncepti i shtetit shndrohet në konceptin e guvernantës ose konceptin e prindit absolut shoqënisë. Pra ideja e ngritjes ose spaku prodhimi i percepcionit që shteti në një mënyrë kujdeset drejt për së drejti për mbijetesën tënde. Natyrisht jo për krejt shtresat, por për shtresat cilat janë të lëndueshme ose spaku cilat janë të manipulueshme. Prodhimi i parazitizmit elektoral është diçka që është përdorë dhe përdoret në shoqënica atë janë në fillet e tyre demokratike, mirë po ajo tregu jo veç ekonomikisht, po është tregu mas pari ideologjikisht e më avon, politikisht e mandele, kulturalisht tepër e dëmshme për atë kohezionin shoqënor, se jo gjithkush përfiton prej këtyne. E sidomos nuk përfitojnë kundërshtarët politik. Në një mënyrë këto ndihma gjithmonë janë të kalibruara për me dëmtu, me shkatru, se ky po thotë ta shkatrojmë opozitën. Po, edhe për me e ndihmu ose për me avancu një shtresë shoqënore që konsiderohet të jetë më e afërt me politikat ose spaku me propagandën qeveritare, mirë po në shoqënitë na thojnë kush don, ai kanë. Në një mënyrë për me shpërndarjes së parave, njeriu gjithmonë duhet më kujdes mos me shkaktu idhnim edhe mos me shkaktu pezëm. E vërteta është që mënyra që po shpërndahet paraja në shoqëninë tonë nga ana e qeverisë është e kalibruar për me shkaktu pezëm. Pezm, edhe ky pezm me u konvertu në përqindje vota. Saktësisht, qëllimi kësaj është ajo. Që është edhe një dimenzion, si çdo që e përmendi Duki që mendoj që është shumë e rëndësishme, domethënë, kjo shkakton varësi. Duhet me lujt pak me fjalën varësi. Varësia mungesë lirie. Po mirë, na jemi Jo veç është mungesë lirie. Se na kur na bot lirë, sa që na thonë vetë, që na të pavarën, që atë na bot lira, po. Por pavarësia është liri, varësia është mungesë lirie. Dhe kjo është një formë e zhdukjes së mungesë, investim në paksimin e heshtjen e rezistencës. Po. Pra qytetari i cili jeton prej punës së vet, është qytetari i lirë njëkohësisht. Edhe çashtu organizohet një shoqëri demokratike liberale. Qytetari i varur nuk mundet me qenë demokratik njëkohësisht, jo vetëm elektoralisht, edhe në aspektin e raportit që ndërto me institucion. mendor. Po na jemi ty e patë. Mos pari mendor. Po na jemi ty e patë që kam pa dhe shoqëni tjera më herët që jo çdo qytetar dhe jo çdo shtresë ka dëshirë të jetë i lirë. Meqense se liria mbi të gjitha nuk kupton përgjithësi. Jo se cila shtresë shoqënore dhe se cili individ ka dëshirë me marrë përgjithësinë mbi jetën e vet. Mes lirisë dhe sigurisë, njerëzit gati shumë shpesh e zgjedhin këtë dytën, e zgjedhin sigurinë. Problemi i shoqënisë së lirë është pa siguria. Në vend të lirë njeriu s'mundet me qenë i garantum, s'mundet me pas mbijetesën e sigurt, edhe duhet që shtlavisari mu angazhu edhe me punu. Mirë po jo të gjithë në që të garen kompeticionin e madh të punës edhe të angazhimit, jo në gjendje me mbijetu. Dikush ka dëshirë që jeta e tij mos me qenë përgjithësi e tij. E në shoqënicat kanë pas një farë rrugtimi, që kanë pas një farë rrugtimi historik, çfarë e kem pas edhe na, e ajo është mbamendja mbi kohët kur shteti ka qenë protektori i jytë edhe ka qenë kontrollori i jytë, që na mbojnë mend prej asaj periudhe, sidomos ata që janë pak më të vjetër se unë, ata mbojnë mend idenë që shteti ka ofruar një farë sigurie ekonomike edhe ta ka marrë lirinë politike. Mirë po, sot në një shoqëni, në një situatë totale të lirisë, çfarë jetojmë na, pishohune që njerëzit s'kan problem me ja u marrë lirinë politike. Shumë ma shumë janë të interesuar me pas
të garantuar sigurinë ekonomike ose protekcionizmin e shtetit. E çka o ty dosh me bo me ose pa vetdije, partia vetvendosje. Është siguri ekonomike. Kjo ta prodhon për shtypjen. Kjo është varësi. Po dorën zemër. Ushqim i fukarallakut. Ai dorën zemër siguria që se realizon vet, po ta realizon dikush, ajo me do e mos ka me shkaktu varësi. Diqysh për shoqënitë e lira dhe demokratike duhet me pas edhe lloj të veçantë të njeriut i cili banon brenda tyne. Lloji i njeriut që e kërkojnë shoqënitë e lira demokratike është lloji i njeriut që është individualist edhe i cili është ambicioz edhe është ndërmarrës. Shoqënia jonë shumë shpejt është transformuar në shoqëni të lirë dhe demokratike, ndërkohë që botkuptimet edhe mentaliteti shoqënor ka çalu. Na jemi bo shumë më të shpejt shoqëni e lirë se sa që kemi qenë në gjendje me prodhu individin ndërmarrës, guximshëm edhe ambicioz. Edhe një pjesë e madhe e shoqënisë ka mbet mas edhe duke qenë që ka çalu prapa ndryshimeve të mëdha politike, ajo ka prodhu një frikë të madhe prej pasigurisë. Me që se krejt që ka marrë vesh ajo prej lirisë është pasiguria ekonomike, mungesa e vendeve sigurt punës, pasiguria sociale, edhe mandej aty fillon një lloj i nostalgjisë për kohët e vjetra, kur mungesa e lirisë politike, mungesa e lirisë së shprehjes justifikohet me sigurinë që ta ofron ty një aparat i madh mbrojtës çfarë është shteti totalitar. Në 2010 kur u zbulu, pra doli harpallaku në sipërfaqe. Pse po thon 2011? 2010 kur votat kur u bën. Po mendon, okay. Aty është diskutu shumë edhe atëherë është kuptu qartë azi edhe një fenomen i blerjes e votave, që quhet treni bulgar. Pra, për qytetarët me ditë, ata që nuk e kanë përjetu ose që nuk e din, një flet votim nxirret jashtë, i jepet personit që ka me votu i mbushën, pastaj ai merr flet votimin tjetër zbraz, e nxjerr jashtë, i merr parët i shtin në xhep. Dhe blerja e votave që ka ndodhur aso kohë, bavaki edhe ma vonë edhe ma heret, tashmë nuk përmendet. Kemi një model tjetër të blerjes së votës. Dhe ky model i blerjes së votës është shpërndaju ka 100 euro legalisht të gjithë votuesve, të cilët e dinë se po që Albin Kurti në zgjedhje, ata sërish i marrin 100 euro apo 200 euro, se kanë me arë zgjedhje tjera. Janë lokale, janë këto të përsërituna her mas here. Tani që ky legalizimi krimit nga qeveria Kurti, përkatësisht nga Albin Kurti, si mi u përgjigj kësaj? Këto e ki problem. Penalisht është e interpretueshme a mundesh me ndjek ajo, moralisht kush po gjykon moralisht sot? Qyre, kjo as i definohet krim, me qenë se çdo qeveri besoj unë e ka të drejtën. Nuk e ka vash të drejtën. Se ka mirë, po ligjërisht e ki problem. Se buxhet nuk e ka. Ai ka miratu në buxhet, në linja buxhetore, se çto pare duhet mu marrë dikun, mu dhon dikun tjetër. Po si do të qoftë? Këto janë që kjo pako janë ndihmave është e njëjta për cilën pushteti thojke që opozita nuk e ka leju. Po pra, po kjo nuk o votu në kuvend. E teksa nuk o votu në kuvend, qysh po mund është me nda, ose pse pa të nevoj me që në kuventi, kur e ke ditë që mund është me shpërnda vetë kështu. Unë e po llogaris që aty ka, në qeveri ka sa do pak këshilltar ligjor që e din që përdorimi ose zbatimi i këtij programi nuk është do si do në kundërshtim me ligjin. Edhe ndoshta edhe nuk është në kundërshtim me ligjin. Mirë po, jo gjithçka që nuk është në kundërshtim me ligjin duhesh mi zbatu. Kjo qeveri o ka e prodhon një precedent i cili nuk është ndonjë lajm, as nuk është ndonjë zbulim. Çdo qeveri në botë, në një vend i lirë dhe demokratik mundet me prodhu kësi precedente, mirë po nuk i bojnë. Edhe arsyeja pse nuk i bojnë është pse çdo qeveri edhe çdo kast, çdo elitë politike po ashtu i zhdesh më kujdes për
një lloj të trashëgimisë që ja lën vendit. Edhe çdo elitë politike i zhdesht më kujdes çfarë ndikimi politikat e saj e kanë në mentalitetin, psiken edhe kulturën politike të vendit. Po çfarë elite politike kemi ne? Që ajo që është, këtë kjo? Qysh është për ty? qyre na si shoqni po mendoj, na nuk kem llogarit që kemi me ardhur në situatë të këtillë. 25-26 vjet më herët, neve besoj, s'na ka marrë mendja që na kemi me degradu që kaq shumë si komunitet, sa që haptazi mu angazhu në veprime të cilat janë manipulative. Unë s'kom besu që shoqënia jonë ka me ardhë në ditë kur komunitetin e vetë ka me pas si platformë për manipulim. Jo që ajo ka qenë e pamundshme, si ti gjithmonë mundesh mi manipulu shoqëninë. Në çfarëdo shoqënie, në çfarëdo stadi politik nëse e kanë, manipulimi gjithmonë është diçka që në një mënyrë varet prej nivelit tënd etik, se nuk ka ligj që ta ndalon. E unë s'kom pas besu, për që të edhe s'ka sigureca ndaj kësaj, as institucionale, as kushtetuese, me qenë se as hartuesit e kushtetutës nuk kanë besu që shoqënia jonë do t'i testoj të gjitha kufit etik, moral edhe politik në shoqëni, vetëm për qëllim të mirëmbajtjes së një pushteti. Nuk ma ka marrë mendja. Na si shoqëni ndodhemi të pambrojtun, karshi një kategorinë në cilën s'kemi llogarit. Ajo sjellja jo etike, ose sjellja totalisht jo etike, në politikë shtetënore. S'kem llogarit në ato. Mendoj, jo, une, po na krejt si shoqëni nuk kem llogarit që kemi me qenë miron e kësaj shkurt, që nuk kemi me qenë që ka të poshtër. Edhe sot, na jemi të përballun me një situatë kur nuk dim çush me reagu. Se këtu ka sigureca për me reagu kundër krimit, ka sigureca për me reagu kundër sulmeve të jashtme ose ndonjë rreziku që ka noset, mirë po nuk ka sigurecë institucionale për me reagu kundër abuzimit të tillë, kundër poshtërsisë ose kundër sjelljes jo etike në shoqëni. Poshtërsia pra nuk është vepër penale. Ato që shpesh e thojmë edhe na për emisione debatit, për fat keq, ajo nuk është vepër penale, pra normat që e qeverisin shoqëninë etike janë po aq të rëndësishme sa edhe ligjet. Në një mënyrë, na si shoqëni jemi përqendru ekskluzivisht në mosthyerje edhe respektim të ligjit. Po jo në atë që quhet gjithkohën edhe te ne e drejta zakonore, që aplikohet edhe kur zbatohet ligji modern, për shembull, në situata të caktuara. Po me qenë se shoqënia si na. Për neve nuk, pra, është thyrje e kodit moral të sjelljes së një politikani nëse vepron këtë mënyrë, duke i pasur dizginat në dorë, pa pas siguresa që ndalojnë një gjë të tillë, apo jo? Unë jurist nuk jam mirë, po e drejta zakonore ndër shqiptarë, sidomos shqiptarët Kosovës, ka qenë, po amon shoqëninë si na ka ekzistuar një kod i caktuar, i cili është konsideru, besoj une unanimisht, që është jo bashkohor, çfarë është kanuni. Natyrisht. Edhe nëse kanuni ka qenë drejta jone vetëm zakonore, një zëri kjo shoqëni është pajtu dikur që ajo mos mu zbatu si e tillë, me qenë se është jo bashkohore edhe në shumë nivele nuk përkon me liritë edhe drejtat e njerëzit. Kështu që në mungesë të ndonjë drejte zakonore, funksionale, na jemi ardhur në situatë mu bo shoqëni e lirë, demokratike dhe funksionale, duke e kriju përshtypjen që sundimi edhe respektimi i rendit dhe ligjit është i vetmi sen cilin duhesh mu kujdes shoqëni. Edhe te na sot, ligji shkelet shumë pak. Natyrisht në krahasim me, për shembull, të marrim shoqëni tjera, sidomos shoqënit në rajon. Pra, zbatimi i ligjit në Kosovë është relativisht i suksesshëm. Për shkak të njerëzve, jo për shkak të aparatit shtetënor. Mirë, po na ato e kompenzojmë me mos ekzistimin e normave etike. Në shoqëninë tonë nuk lejohet me thy ligj, mirë po lejohet me koni poshtër. Edhe që kjo
mungesa totale e skrupullit, edhe mungesa totale e një farë kriterit caktum etik, kjo o ka përdoret ose o ka shpërdoret deri në atë mas, sa që ti e ki në njërën anë një shoqni që respekton ligjë dhe pagun të atime, edhe nuk i nxen bes kurkush kujt për kur gjo. E kjo, mendoj unë, që kjo dikotomi të një shoqnie të ligjshme, e cila o po ashtu edhe etikisht e rënume, na e ka prodhu qëtë përditshmënin cilën na jetojmë sot. Krejt na respektojmë ligjë dhe zbatojmë për atë sa mundëm, mirë po kërkuj bes nuk i nxen për kur gjë tjetër. E tash, na jemi janë situatë kër nuk e dim, a është me rëndësi, a o ma me rëndësi me respektu ligjë, a o ma me rëndësi me qenë etikisht korrekt. Edhe me gjithë respektin, unë jëmë të e pa që mungesa e etikës publike, ose mungesa që ka që alarmante e etikës publike, që sa kohë është ka i dhem, o ka lëndon këtë shoqni, edhe aty unë mbi të gjitha e gjoj edhe origjinën e rikthimit brengosës të shoqnisë tonë ka feja. Me qenë se në një mënyrë apo në tjetrën aspektet religjioze e ofrojnë ato që shoqnia me gjas o ka e vrenë si mungesë të madhe. E ajo është një rendi moral edhe etik. Qëre, me një vend ku respektohet ligji dhe kur qkafi tjetër, aty gjithmonë ka me pas diskurse ose narracione caktuara të cilat mundohen me ndërtu një rend moral edhe etik. Njerëzit nuk munden me jetu veç të respektu ligj. Njerëzit të shumtën e kohës, njerëzit ma shumë pësojnë prej mos respektimit normave etike, se sa prej mos respektimit ligjit. Po përse është ai turpi që quhet. Një popull që pështyn në shesh me mëngjes. Qa po mdohet mu një ndarje që është mbase e rëndësishme më u bo është që për shembull ti mundesh me pas norma shoqërore dhe respektim ndaj tyre për dy arsye, dy shkaktar. Matnajt ti shuj kështu, domethënë po zakonisht në shoqënitë, veçanërisht sikur na normat respektohen për shkak se janë tradicionale. Pra gjithë kemi qenë kështu. Po ka një lloj tjetër të respektimit normave shoqërore që është kryesisht perëndimore moderne, që norma e vendos një standard për të armën. Pra norma është një farë farktimi i shoqënisë për të armën. Ti respekton ato për një të armën më të mirë. Sillesh sipas ta zëm kështu sipas parimit që vendoset një normë në të cilën po të silleshim të gjithnjë shoqënia do të kishte më qenë më mirë. Për shembull të marrim respektimi i pakicave gjinore ose domethënë tash këtu te na me traditën po, domethënë hala themi që jemi tradicional, po jemi të shkut, natyrisht, të armës po mujmë ndërtu. Ose vizion për të armës po mujmë ndërtu si shoqëni. Ja. Dhe për shembull të evren që veçanërisht në proceset zgjedhore, e në secilin më keq për çdo herë më pak ka diskutim për atë se si edhe çka do të bëjmë. Pra, edhe në të fushat që jemi tash, ka një refuzim gati se kategorik të partisë pushtet, mas shumti se është më e madhja, për me fol për çka kemi bërë të nesërmen e pas zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që kjo pastaj po e ka ndikimin në mënyrën që po mendojnë njerëzit. Kur të krijesh një situatë ku s'ka të arme, 100 euro të sotit janë gjëja më e mirë që mund më të ndodhë jetë. Apo jo? Po me qenë se si e ka e sheh. Po pra, se nëse s'ka të arme, atëherë për marrë 100 euro sot, e letë bëhet çka të bëhet. Na kemi kaluar në një shoqëni që jeton sot për nesër. E nuk ka gjë më të dëmshme me ne kolektivisht se me kaluar që si modusi të veprimit dhe të mendimit. Unë i takoj gjeneratës e cila e ka jetu spaku një dekad, kur e nesërmja e ka pas kuptimin e të shtundës. Pra, s'ka ekzistu si nocion abstrakt mbi Allmënin. E nesërmja është dita e nesërme. Edhe unë për një me kom mendu që ajo është kohë e kalume. Mirë po, pa din, nuk po du vazhdimisht më këthyn këtë, po është, që shme thonë, është për qëndrimi jemi që sa kohë, e ajo është prej qkafit po pësojmë na mas shumëti. Edhe jëmë të e pa që shpërdorimi i normave të etikës publike tash është ndru, është institucionalizu. Pra në një send është kur shoqënia me zveti i shpërdor normat etike, e një send është kur pushteti politik angazhohet në shpërdorim të etikës publike. Kjo që aty u bo me qëto ndihma, me qëtë sadaka,
qeveritare, kjo është përdorim, për mu është përdorim i disa segmenteve të etikës publike shumë ma shumë. Qëto, do me thonë që se e përmende më herët, prandaj do është ta më këthuj se mu që e më dëkë shumë e vleshme, se ti e the më herët që kjo mund të vendosë si presedent. O mendoj që qytetarët e Kosovës, veprimin e sotëm të qeverisë, pavarësisht nëse ju konvenon financiarisht se jo, duhet të në kohën me mendu që ka nëse në të armën se cili vepran qështë. Edhe ka me vepru visa. Që kjo është problemi. Edhe na e dim që ka me vepru. Zakonisht krahasimet e qeverive janë bërë çka kanë bërë ata të kaluamën, apo bën ky më mirë apo bën më keq. Jo çka nëse çështu si ky kanë me bërë të ndërmës. Po se sot grupi yt është në pushtet, nesër si je. Po se cilat qeveri nesër guxon mos me shpërndo para. Po të? Nëse kjo i ka shpërndo, e ti vjen nesër dhe nuk i shpërndon para, sikur qeveria para teje, ti konsiderohesh si qeveri që duhet mirëzu. Qeveria antikombëtare, po saktësisht po ndodh një gjë e tillë. E ke fake newsin të shpërndam gjithandej, ku zakonisht përdoret fotografia e Hikmet e Bajramit apo dikujt të PDK-s, edhe me kësi tituj fake në rrjetet sociale ku thot sa po të vim pushtet ne do t'i ndalim shtesat. Dhe këta detyrohen me reagu edhe në tubime publike, edhe në intervista, edhe në debate, edhe thonë, jo, na nuk do t'i ndalim shtesat, do t'i rrisim ato, por do t'i bëjmë me legjë. Që mos me mujt kur kërkush, ma me ndryshu ato me legjë. Tani opozita premton që këto të rregullohen me legjë. Pra, po avancon pak. Mos me pas të drejtën e qeverisë apo të kryeministit me vendosë që shdon, po me rregullu me legjë. Po megjithatë është zhyt në këtë batakun e këtij pushteti, që unë e quaj regjim me të drejtë, prej cilit nuk ka as qysh me dal, as nuk ka qysh me reagu në situata si kur kjo së premtes. Qure, kjo koncepti i shtetit të asistencës, welfare state, kjo dilem, që me thonë, është debat gjithmoni madhë dhe në nivelin global, a është shteti aty për me ofru asistencë, apo është shteti aty për me të fuqizu ty që ti me mujt vetë, me qenë aktive dhe me qenë ndërmarrës. I zoti veti. Ajo zakonisht është ilustru me një frazë që edhe o përdore elektoralisht shumë në perëndim, e ajo është hand up, not a hand out. Që i bjen me ta zgatë dorën me të nxirr prej krizës, po jo me ta zgatë dorën me t'jep lëmosh. Hand up, not a hand out. E ata është i ki dy llojet shteteve në sisteme kapitaliste. Ata që jonë libertariane, që i thojnë që insistojnë shteti me qenë sa ma i vogël, edhe ndërmarësia me qenë sa ma e inkurajume s'paku, edhe natyrisht ki që si koncepte social-demokrate ku shteti gjithmonë ndërhyn si regulator në përpjekje që shtresat e marrëlëndueshme të shoqënisë mos me arë situatë të dehumanizimit për shkak të varfënisë, po me pas një lloj programit. Po kjo nuk është. Kjo nuk është ajo. Kjo nuk është, me qenë se mënyra që po shpërndahen, pra mungesa e plot e analizimit edhe e kalibrimit të shtresave caktume për shkak të situatës edhe nevojave caktume, pra që me thonë përgjithësimi i tillë shtresor që jo ka e zhvillën, qeverisja të kallëzën që kjo t'ju bë për me ble vota. E në anën tjetër, kjo qeveri dhe kjo partim pushtet gjithmonë del ose s'paku përpiqet mu adresu nga pozita superiore e të qenit i përgdheluri i popullit. Pra, na jemi organizat që populli e donë mas shumëti. Nëse është që ashtu, që ki nevoj me ble vota, në një mënyrë blemja votës, mu për ma prodhën për shtypjen po ashtu të një farë frike të partizën pushtet, që ndoshta rezultati zgjedhor nuk është i parashikueshëm edhe nuk është i garantuar, andaj shpërndarja e paras në mënyrë të përgjithësuar ndoshta e ndihmon. Me që po keni dilema se ndoshta në rezultatin nuk do t'jetë ai që e pret partia në pushtet dhe ndan ndihmat e tilla apo subvencionim të tillë
Qysh po e sheh rezultatin, po më intereson. Me gjithë këtë abuzim pushteti, me gjithë këtë abuzim të paras publike. Qyre, unë A ju kam përgjigj partit politike si duhet kësaj, dhe a kemi një popull i cili e kupton saktësisht qartë se çka po provon apo çka po bën Zoti Kurti me këto veprime. Qyre, shpërdorimi i pa ditunis, shpërdorimi i shtresave të pa informume, edhe mandje shpërdorimi emocional, që bëhet përmes propagandës, sidomos të partisë në pushtet, është një situatë kur partitë opozitare nuk mundën suksesshëm me ju kundërvu. Qyre, kjo nuk o hera parë që po llogaritet në shpërdorimin e paditunisë së njerëzve. Mirë po është gjithsesi është hera parë kur ky shpërdorim e ka marrë për masa absolutisht alarmante. Nëse e këshyr mënyrën që zhvillohet fushata zgjedhore, mesazhet që ofrohen prej fushatës zgjedhore ti e sheh që audienca kryesore që thojnë targetohet, edhe pse ajo fjalë Synohet. që po synohet, është audienca e pa informume edhe e pa ditun. Kur s'kom pa qështu? Kur nuk kom pa garë zgjedhore për me mritë shtresat ma të cenushme edhe qebesa ma të pa informume edhe ma të distancuara prej zhvillimeve në vend se që tash. Gjithmonë fushata zgjedhore në një mënyrë ju kanë adresu një shtresë të caktuar, e cilat shumëtën ka qenë shtresë spaku e informume politikisht, me qenë se ka qenë shtresë aktive edhe drejt për së drejti e afektume prej zhvillimeve shoqërore politike. Natyrisht ti këshyr mizgjonu sa ma shumë audiencën. Mirë po sot, shtresa e informuar politikisht anashkalohet nga ana e fushatës. Kur kush nuk merret me atë shtresë. Krejt fushata partijake është e organizume për mi apelu shtresave edhe grupeve shoqërore të pa informume, edhe të pa dituna. Kjo është shpërdorim i drejt për drejt, për cilin pashtu nuk mundesh me shku në burg, nuk është shpërdorim ligjor. Mirë po ajo flet për rënjen totale të kritereve mbi cilat zhvillohet betejë politike, rënja totale e kritereve etike për cilën unë nuk kom përgjigje. Qebesa as partitë opozitare nuk ma merr mendja që kam përgjigje për këtë. Edhe na ndodhëm situatë që si mi ndodhë ma herët. 8 qershori, dita pas zgjedhjeve, ka me na tregu çfarë do t'jetë pasoja edhe rezultati i kësaj. Mirë po deri me 8 qershor, që kemi pana prej fushatës, ka me qenë edhe etikisht, edhe intelektualisht e pa besushme. Na kemi pa format sjelljes, mesazhe të cilat e ki vështirë me besu që i adresohen një shoqënie e cila është e përgjegjshme dhe serioze. Ato kanë me mri nivele alarmante në, qysh me thonë, në atë sipërfaqësinë e saj edhe në atë boshllëkun total të përmbajtjes, me qenë se qëllimi ka me qenë shumë banal, e ajo është numri i votave pavarësisht shtresës edhe pavarësisht motiveve, është ai i cili garanton mbijetesë, garanton pushtet edhe garanton vazhdimsi. Qaut ju dash me bo pushteti dhe fushata politike, e cila me gjithat e udhëheqet prej partisë në pushtet, është me e prodhu një tokë djegun, scorched earth në shoqni. Me shkatru gjithë shka në kuptimin edhe moral vleror, për me mujt me mirëmbajt një konjunktur caktume në pushtet. Nëse bëhet kjo, e ti pas veti e kini shoqni e cila është e manipulume, e armitsume, e konfrontume, atëherë çka ki fitu me faktin që i ki fitu zgjedhjet? Qa po fitojmë na si shoqni, nëse pasoj e drejt për drejt e këtyne zgjedhjeve është
rënimi i një farë koherence edhe kohezioni shoqënor. Se me gjas na e kemi ndërmen mi pagu që të zedhje me qatë, na e kemi ndërmen mi pagu me rënim të kohezionit, me armitësim me zveti, me, qësh me thonë, me shpërbërje të një farë koherence sociale që e kemi pas, s'paku mendojmë që e kemi pas gjatë dekadave. Po kjo ndodh pak për mendimin tem, se edhe kjo është ka shpërfaqet edhe po bëhet të dëshme, jo vetëm në raport me polarizimin shoqëror, por në përgjithësi cilësinë e qeverisjes edhe politikë bërjes. Edhe të folmës politikë dorën zemër. Sepse për shembull, në një situatë ideale, ku ta zëm partitë politike garojnë sepse mbështesin ose përqafojnë ideologji të ndryshme politike, por ka zgjidhje të ndryshme për çështje të caktuara. Ta zëm sektorin e energjisë, ti mendon kështu, unë mendoj kështu. Ato dallime janë nuancore. Po megjithatë janë dallime. Dhe tash, si me thonë, debati për ato gjëra, edhe mund tjetë debat që ka emocion, ideologjik. Po meq nuk është diametralisht kundër njëri me tjetrën, nuk ka ekstremizëm. Dhe me thonë, megjithatë ka mundësi për dakordim, ose fiton njëra palë dhe e ba. Po, si po fjallë për nuanca. Po fjallë për nuanca. Për shembull, ta zëm, kur kemi qenë në atëherë, kur kemi qenë edhe në vetëvendosi, na kemi pas kundërshtim për termocentralin e ri, për më ndërtu me investim të huaj. Po qëndrimi vetëvendos atë ka qenë që duhet më ndërtu me pare të shtetit. Është pozicion politik. Mund është më s'mu pajtu, mund është me thonë që ajo gabim ma miro me bo me kontrol global, ose me këtë që është investitor, po megjithatë nuk ka qenë pozicioni, asnjë pozicion politik që me sektorin e energjisë nuk e kemi ndërmend me bo kur gjë. Dhe tash ti e ke një qeveri që ka ardhur pushtet, i cili nuk bën kur gjë me sektorin e energjisë. Nuk bën as politika të gabuar, s'bën kur gjë. Dhe kur mungojnë qëto, e vetëmja mënyrë që ti e paraqet diferencën, pra dallimin në mes të meje dhe teje, është dallimi personal. Kulturor, ku e kontin të kalumën, unë e bëj qëto, ti e hajnë unë jëmë kësi. Se s'ka dallim tjetër. Unë në që kjo nga ka sjellë në një pozicion në të cilën polarizimi shoqëror porritet shumë, në fakt politika s'po ka. Një pyetje për të politika zhvillimore është reduktu në grindje identitare. Na përlahem sot për çështje të pamatshme. Ku e konë ti gjatë luftës, gjithë kjo kështu, me një vend ku, që thënë, asnjë tull nuk qitet kurku. Jo, një pyetje pata për të dy. Prej intervistës së zotit Kurti në KTV që e kishte, ai foli për disa projekte që janë kry, apo që pritet të kryen, ndërkohë ato as që ishin nisës njëra për tyne. Po i shoh kolegët, veçanërisht Berati, që po shkon te fusha e solare atje, kompanisë Arllati, ku është veç një kungjë që është ngull aty, apo rruga për Tetova atje, ku gjoj, këshin ra me bagera sa i farë lugine. Dhe tani, me gjithse shpërfaqen këto premtime të rrajshme, këto pazëtësi të një qeverie për të kryer një projekt të vetëm. Se s'kemi asnjë projekt të kryer të vetëm, asnjë. Dhe ekspozimit para votuesit, para popullit, se ky njeri nuk punon, ky njeri nuk e ka kryer asnjë projekt. Dhe i shkoi 100 euro në llogari bankare. Po. Ka mramja. Që ky votues a ka me këshyrë ma shumë këto 100 euro si interes i ti, edhe personal edhe i përgjithshëm, apo se nesër na muj me met pa energji elektrike, se sovraniteti jonë energjetik nuk ekziston thuj se ma, a i varet kryesisht prej mafis sërbe të energjisë, se rrugët edhe autostrada ta zëm për Prizren Tetov, as sjell ndaj benefit për shoqërinë tonë, se s'po merremi me shoqërinë e Maqedonisë, po për Prizrenin na ka ndaj benefit. Si me i përshu që to, dikush se të djelen, kap një flet votim edhe shkon para kutis aty, kanë me votu. Qashtë. Mund lidh me ato që e tha Visari, ajo është që shme thonë, observim kështu inteligent, me një vend që s'punohet për një me ka fjallë shumë. Demelat bëjnë fjallë. Demelat bëjnë fjallë. Me një vend ku për një me nuk
aspekti zhvillimor o heq krejtësisht nga ajo përqendrimi publik, aty këto çështjet e pamatshme, qëto identitare, historike, çështjet ideologjike fillojnë mu shëndru në diskutime masive shoqënore e pri cilave nuk ka kurfar dobije e as kurfar përfitimi. Në një mënyrë këto zgjedhje janë ndër të rrallat zgjedhje, ndoshta të parat që na kemi me i përjetu, e në të cilat rezultati krye këput do të matet përmes këtyne diskutimeve identitare. Këto janë zgjedhje ku ka me pas përplasje për mu, krejtësisht pa kuptim të pa nevojshme çfarë është diaspora, karshi banorëve vendor, ose për krahasit e luftës çlirimtare edhe trashëgimia UÇK-s, karshi pohimeve mbi atë trashëgimin ose nostalgjin jugoslave. Pra, kur ta analizon ti diskutimin publik, që me thonë në vigjilje të zgjedhjeve, ti e sheh që krejt na si shoqni jemi të u marrë me tema absurde, pa kurfar ndikimi edhe pa kurfar efektin e jetën tonë të përditshme. Absurde. Mirë po, absurde ose jo, rezultati zgjedhor ka mundvar prej mënyrës që to diskutime kanë me vazhdu. Kur kush nuk o ka e përmend, me çfarë termocentrale, ose aspektin energjetik, ose autostradat, Berati i ngrat o ka e bën punën që ishdesh mi bo opozita. Nuk ishdesh me shku Berati në për ato vende ku o ka higjirën. Ishdesh me shku partit opozitare, e jo aj, ishdesh lider të opozitar me thonë që kjo vendi ku ka qëndash tjetë autostrada, e sështë. E jo atë punë mi alon, natyrisht gazetarët e kanë punë mi bo ato. Mirë po, fakti që gazetarët jonë ka e bojnë atë punë, ta tregon ty edhe një tablo tjetër. E ajo është, qysh me thonë, pika në cilën është katandis krejt aj aktivitet dhe aktivizëm opozitar. Me një fjallë mi këput e kontë. Po jo, Jo, që është edhe se qërët ashtë dorën zemër, e këtu, natyrisht në situatat tilla, mendoj që nga pak secili e ka, sa që kështu për obligim, po secili që e ka mundësin, ish këndesht edhe me përdorat mundësi, që sa do pak me tregu, do me thonë që me orientu njerën, qytetarin, se kur voton për çka du të me votu. Jo mi thonë vote e këta ose këta, po çka ish këndeshti me prit për shembull për politikanëve edhe institucioneve. Pse të pëlqen ty ex-politikani. Dhe tash, duke, edhe jemi miq mati, edhe jemi jo shumë larg në moshë, edhe besoj jemi rritë në një situatë caktuar dhe rrethana caktuar, edhe për neve, për shembull se për mua, mos folin emën dyve, është që kur të më thuti, kur të më veti mua është më i mirë që kjo në thëmë për çka. Pyetja me një herë si të vjen. Si më të vetë dikush për shembull është më i mirë mjeku automekaniku. Nëse tu ka prish kerë është automekaniku, nëse jes mu të mjeku. Atë varet për çka po të vyn. Dhe tash edhe politikanët do të më këshysh ashtu. A është më i mirë Albin Kurti apo Bedri Hamza për çka? Për çka pra? Po ja lëni barën jetu e lën veç popullit. Për çka neve na vyn? E ka se duhet me menu qytetari kur voton. Çata un po them, do të thonë se çaj 100 euro. Për me menu duhet euro që kemi marrë sot në xhep. Nëse çaj 100 euro ka me ndiku që buka pin 1 euro, më të bën 1 euro 20, nuk ka miras për ty. e vërtet, Çështu duhet me menu. A menojnë tonë nuk e di. ja. Po duhet me menu që shtu, prandaj në politik të njerin e vetë pse po e do pushtetin. Në rregull jo më tallon, bebi, pse po e do. Çka e ki ndërmen me bome ata. A vesh me najnë to, jo vesh me najnë to, s'ka kuptim. Me sos opozitën, ta kanë arsutimin. Kemi mri në fund, do Jo. për një orë. Do me thonë, shkoj një orë si mos të ke. Faleminderit që më ki thirrë me vi, është nder për mua. Ke knasi, absolutisht. Unë uroj dhe shpresoj që këto para njerëzit me harxhu për të mire për gëzim, e jo për naj hall kështu, po kur dalin me votu, duhet me menu që jeta nuk është veç 100 euro, është edhe 200, edhe 500, edhe 1000, edhe është mirëqenie në fund të fundit, se nëse varemi në vazhdimsi nga i safi i një politikonin, këtë rast Albin Kurtit, atëherë vaj halli për neve. Inshallah, edhe pse dyshoj, po. Dyshimet gjithmonë, edhe je gazetar, natyrisht gazetar dyshojnë gjithmonë.
Mes, ka s'kishim, faleminderit.